Përshëndetje dhe mirë se erdhët te Oda Podcast. Unë jam Manjola. Unë jam Joana. Dhe unë jam Marko. Si gjithmonë për te kamerave kena edhe Elvisin, producentin e Oda Podcast. Sande, si që shifni, kena të fëstum një djalë Shkodrët, i cili nuk jeton në Michigan, por është edhe kë pjesë e diasporës të Amerikës. Kena sande këtu Gjergj Lacukon, i cili jeton dhe ka arë pësëqërish për Oda Podcast prej Floridët. Mirë se erdhe, Gjergj. Mirë se erdhe. Spari. Jena shumë mirënjohës që ke pranu më arë të Oda Podcast. Edhe ta shijojmë këtë intervistë. Pyetja parë për mua do ishte si more vesh ti për Oda Podcast. Është pyetje me vend, pyetje e bukur. Spari më lejoni t'ju falenderoj për këtë emision veçantë që keni ba, për mbarë, jo vetëm diasporën këtu në Amerikë, por besoj për tanë diasporën shqiptarën mbarë botën, edhe kudo që ka shqiptar, padyshim edhe në vendin tonë në Shqipni, edhe për shqiptarët në trevat e tjera, si në Macedoni, në Maldëzi, në Kosovë, po ashtu, edhe në Qamëri, patjetër, si do të ketë shqiptarë. Sepse podcasti juaj ndoshta është më i pamëll, më i vlerësuar, jo që nuk është vetëm mendimi jam, por i shumë vetë me të cilët kam bisedu, sepse ky podcast është autentik, nuk është i skenuar, domethënë është thjesht sjell domethënë në praninë e këtij podcasti, sjell atë që është më autentike, më shqiptare se çdo gjë, domethënë mbi të gjitha shërben edhe për rujtjen jo vetëm traditave të kulturës shqiptare, por edhe faleminderit Gjergj se jo shkodran të keni fjalë të bukura. por edhe për brendësit e ri që po rriten këtu domethënë ata po shohin se çfarë do të thotë domethënë një program kaq i bukur. Që brenda ti nëpërmjet thjeshtësisë ka mallështinë. Faleminderit. Faleminderit ju për këtë ftesë, jam ai privilegjuar që ndodhem sonde këtu mes jush. Kënaqësia është komplet e jone. Faleminderit shumë për të na këta fjalët e bukura të ëmbla edhe të sinqerta. Na jena tant falenderues për e Joanës, Markut edhe Elvisit, prej tejes edhe bashortës tuaj, se s'mund ta lëm as Elizabetën, që ishte domethënë kam pas kënaqësinë të flas me të, takohem me të, edhe ke një familje të mrekullueshme. Faleminderit. Në ato pak fjalë që kena fol, rrugtimi jot ka qenë i gjatë, me shumë sfida, si çdo shqiptarit, tan kena ardhur në një mënyrë apo një tjetër, dhe ndoshta 2, 3, 10 që ne kanë njësoj, tjerë të kanë ndrysh, por me pak diferenca se në një mënyrë ose në një tjetër tan kanë pas sakrifica. Kisha dashur me na diftu ndoshta nisjen ku dushti me nis, ndash me fillu me na diftu pak për fëmijërinë tonë, ndash prej rrugtimit tonë kur ke fillu në një moshë trese, kur largimin prej Shqipnisë, çka kishe dashur, ku kishe dashur me fillu më përpara? Ki hap, një pyetje shumë e bukur, shumë e zjarrt, kërkon shumë përgjigje, por një përmbledhje sa do të vogël. Një përmbledhje, po, e vërtet domethënë. Sepse me fol për ta njëjtën për 2 minuta s'mundesh. Por domethënë sa do ç'a dushti me na diftu. Po si çdo fëmijë domethënë i na rrit një sistem krejt ndryshëm domethënë që për brendësit e sodëm që kanë linë mas 19 ose pak para se më ndryshë sistemi e kanë vështirë domethënë me kuptu. Me pak fjalë na rrit një errësinë pothuajse. Jo vetëm brendësi jonë që ju vetë keni jetu, por fatkeqësisht ndoshta baballar ton, par ton, ai sistem zgjati 15 vjet domethënë ishte një errësinë e madhe edhe nuk e di nëse kur të dalim nga ajo errësinë, edhe padyshim që ëndra jon, ai ishte vetëm me gjë që sistemi nuk mujti me na marr domethënë. Çdo gjë tjetër pothuajse ishte humbur, por ëndrat nuk mujti me na hjek, edhe si fëmijë gjithmonë ëndroshe për një botë më të lirë, paktën një botë më të barabartë, sepse keni jetu në padrejtësi, domethënë. Padrejtësia është lind si pjesë domethënë ignorancës, si pjesë marrësisë ose si pjesë liksisë, se kjo krijon padrejtësinë. Do një vend që është i padrejtë, nuk njehesh më njeri. Edhe ëndra im është gjithmonë që
largosha jo nga Shqipnia, por largosha nga padrejtësia, largosha nga i vani humun në atë kohë, por kështu ardhi jeta, ngjarjet real, historia ndryshoi, na prepi na pjesa e saj. Se tani kena marrë Shqipnin me veti, edhe pse kena ikë, sepse nuk je vetmi në tonë që jena ato tonë jena të ikun për një arsye për një tjetër, por tani kena na për një të jena mledh, sonte këto për me pru Shqipnin, edhe për i këtë ashtë oda për me lidh shqiptar gjithkohë. Kështu linja në ëndra jame që një ditë ndoshta do isha i lirë, edhe si shumë tjerë, se kërkush nuk ka dëshirë që t'jetojnë i mbyllën, edhe në moshtre vendosa u largu për Shqipënijet, mu arratis. Ishte dhe pak pan 35 vjetë sot që nga më dalin në botën e lirë. E pa kontrollume, por dhe më thonë, nuk ashtë e kina lona pas ta fati këtë datë, kur i thojnë. Jo, krejt ka që është rasi. Ka këtë rasishme, po. Dhe me thonë, kjo ka me mejtë dhe një si kujtim për ju, që 35 vjetë këtu në Amerikë, jetë lanë, a mërmenja dhe të kishë lanë edhe intervista tjera, në Shkumen, por këtë dhe tjetë ma mërmenja pak ma veçanë. Është një përvjetor. Është një përvjetor. Dhe urojmë që ta shiash, sa më shumë. Faleminderit. Kështu nisi edhe rrugtimi jam domthon drejt një bote tjetër. Ma në fund falë Zotit arrita me kalu atë kufinin e asaj kohe, por kur pa harru se prej ka kena arse. Po harru me të kalumen, kena harru çdo gjë. Gjergj, me pak fjalë, se na diskutuar me i fije për para, na trego se ne kena thënë, edhe sot e thëmë, ti je arratis në kohën e komunizmit. Dhe më thënë, ke thy kufinin si shumë djemë shqiptar, e fatkesish disa për ty në kanë met edhe në kufinit vram, shëqyrët malli zot që ti ke pas fatin me kalu e me vazhdu jetën, e sot ke një familje të mrekullueshme me 4 fëmijë, dhe je shumë i suksesshëm edhe këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ja të regoj fije pak momentin, me pak fjalë momentin e arratisjes atë natë në përkufin, sepse aja ishte për me të vërtet një histori e trishtueshme. E vërtet, ishte 4 shok, po kur kalu me telat e partë kufinit masi këpudme, u da me 2 gadele, huben e bratë pyllin e dengën. Dhe përfundu me unë edhe shoku tjetër, se në talaj në Jacksonville, Florida, përfundu me përpara ushtarëve tonë, njërë papritën edhe aty masi na pane dhe më në kërkunim munalu për momentin, por detë, se nësë ishtë njësë për munalu, sepse çdo gjë kishte met mrapa, nësë kishte asgjë tjetër me veti vetëm Zotin në qiell dhe ëndra dhe shpresat. Në atë moment ata hapen në vreshni plumësh, na gjujtën. Në thajë gjujtën për me jo vra. Patjetër. Se në atë kohë kanë gjujt me vra, nuk kanë gjujt me tren. Fatkeqësisht, po dhe në histori tjera që pas i keni një sa tjerë janë bra, domethënë. Atë shumë janë bra në ndatën sa se bra kur në një herë më parë në Shqipëni. Zoti domethënë i madh arritme me kalu me dal në anën tjetër. Mandajna si çdo emigrant tjetër që kanë dalë në Jugosllavi, keni kryu proceset, si ka kërku ligji jugoslav, edhe mandaj keni ardhur në Amerikë. Po, procedurat në kanë barabartë për ta që në kalu në për atë rrugë, besoj se i pjesë madhe në edhe këtu në Michigan, shumë vende tjera të Amerikës, i na kanë rreth 800 vetë në atë kohë, ta në kena përfundu një atin kamp në Padinska Skela, me kushte shumë jo humane. Në një lomë që jetonin kishte shtretën vetëm për 14 vetë, na ishim 18 vetë një lomë. 18 vetë një lomë, domethënë ishte e pa imagjinueshme, po ashtu kemi ndaj me muj, derisa në fund na sistemonin në për hotele në Beograd. Gjerë ta bëj një pyetje që ja bëj shumë emigrantave brezit tonë, për të më thanë brezit tanë që keni bo sakrificë, dhe më thanë, a kenë liria vdekje, si jetojnë, o me dek, në kufin, ose me i. Të pas parasysh tesh që kena arë në Amerikë, e tjerë kanë shku dikon tjetër. A menon si ishte një vendim i duhun në atë kohë, a ja vlete me dek taman, apo ishte aja andra ma tepër që po do leja është të Shqipënisë, do gjatë të jetë fush me lule? Ashtu është imaginu dhe njëherë, po normal, kuptohet se asgjë nuk vjen pas sakrifica,
por në atë kohë, të i kanë jiri, njeriu nuk ka... Ma shumë. Frika nuk ekziston, normale se një frikën kur i ri, por fundit nuk ishte se qa me humë më tepër. Sepse sistemi ishte në atë kohë ishte një diktaturë jashtëzakonshme, ishte gjëra mami ishte me ik. Me pak fjalë më them se ikja ishte domosdoshmëri, nuk ishte rrugë tjetër. Dhe më thonë pëndimi s'ke? Se kam ik, ja, kor. Ose gjatë dhe më thonë prej momenti që dolen të uke Jugoslave. Vetë mja gjanë është që unë kishte me si pen, që ose nuk isha arrit medal, ishte se ika, po i thonë lam të mirë. Nja ishte vetë mja gjanë. Se kon ditë shpia se që po bën? Ja, kërkush s'ka pas, nuk e ka ditë. Dhe në tashëm që ose mund brasin, ika po i thonë lam të mirë. Nja ishte vetë mi pen që kishte me vedje. Sakrifica. Pra ata që janë tri, edhe nuk i din këta historinë, edhe i din ka herë, dikush edhe për herë parë, të janë historitë vërteta që i kanë kalu shumë shqiptare, të janë historitë shqiptare që i fatkeqësisht edhe nuk shkruhen në për libra, në mesin harres. Të mesin harres, mëndena hupin gjënat më kryesore të aty në viteve, sepse transicioni i viteve 90 ka aq shumë ngjarje, ka aq shumë trishtim, më mirë me thënë, sa që pak kush i ka kalu në Evropë, si kanë kalu shqiptarët. Po, shëqër zotit edhe herë, gjerë që kjo ardhë në Amerikë, ki kryu familjen, dhe ki një familje të madhe, të bukur, të sukseshme, të ratu këtu në Amerikë, si ku na shpjegove, dhe të urojmë suksese edhe matej. Dhe ishte Florida vendin parë kur erdhe në Amerikë, apo erdhe një shtet tjetër? Për herë parë jam nalë në Boston, ose në Rhode Island. Në Boston jam në avion, se Rhode Island është afër, në është një orë distancë, dhe në Warwick, një qytet i vogël. Kam në 2 javë atë, të do shokët e mi, më dhe i kam marrë në Jacksonville, Florida, me autobus, për e atje, më bani 24 orë. Atë në Florida, në Jacksonville, kisha halën, prap. Atje ke bakullaj, po sot se banë. Atë më ka prit hala jame, kështë arë pak parametra, ajos. Vitet 90 ka i ka dhe... Po, njëtën rruga, ajo. Wow. Po të krahasuat rrugtimin tanë shumë të vështirë, ma mërmendja 24 orë që ki ba për i Bostonit, Florida nuk janë duk gja male. Në Amerikë. Kur ke di që të pak të në ki arë në Amerikë, edhe i shnash i kënë rrallë parë, edhe të ka pështu jeta, që ja gjaja ma kërësore, kështu që ma mërmendja 24 orë që ta shduk lule. Kur ki arë ma plus që ki kënë të shku i vend në Florida, një vend bukure, dzejt, kështu që ka kënë ma mërmendja ja ka vlet, edhe i ultim që ki ba. Të shti na fol me pak për këta sfidat edhe këta ta këndrojmë pak këtë atmosfere, na fol pak për jetën tonë këtu në Amerikë. Kur është vendosur në Amerikë, sa e vështirë ishte si për tani që na tonë kena pas ato sfidat tona, por si filloi jeta jote këtu në Amerikë? Si çdo, në emigrant ose njëri që fillon një jetë të re në një vend huaj, është e natyrshme se çdo gjë ndryshon. Që nga gjuma, që nga traditat, zakonet, kultura, çdo gjë e re. Po i ka një rritë, nështë është pak ma letë për mua adoptu, kështu me kalimin e viteve, më deshin 5-6 vjetë pak, të vendosin njëri një lloj stabilitetit. Me kalimin e kohës, gjanat ndryshune, përmirësune, fillova dhe studimet ma vonë, fillova dhe një punë edhe ma të mirë, se fillimisht kena va punë normale, ma të rëndom të edhe si shumica prej nesh, tanë kena ba ato punë të sakrifica ma vështirë. Asë në shto gjë, fillon e bjen atë vendin e vetë, fillon njëru stabilizat me gjumën, me kulturën. Dhe me thane fillove i vetëm jetën? Po, fillimisht komplet. Vetëm vazhdova, ka shumë studimet, me stërmonim normal, pa shput nga puna, të shku në shkollë, kështu me rallë, derisa. Po kjo është një sakrificë bukur edhe ke ardhë kërkus, sepse kishe mujtë edhe, mos me, do më thonë, thjesht mu me kenë okej me një punë të rëndom, po ki dash për me ba diqa ma të mirë, me arri diqa për vedi. A ishte diqa që erdhe me mendim për i Shqipnijet? Është e vërdet, se në Shqipni, s'kena pas një lloj perspektive, do më hanë, masë normale kër vini një vend që ke atë shumë mundësi, se do mos tam Amerika është ndoshta
është vetëm mendimi jam, po besoj se është i vetmi vend në botë që është krejt i veçantë, edhe nga mënyra sistemit, nuk krahasohet ndoshta as me Kanadan, që është shumë afër, as me Australinë, që janë pak a shumë sistemet për afërta. Jo, në Evropën nuk krahasohet as kërkon, domethënë është një sistem krejt ndryshe, ku mundësitë janë shumë të mëdha, domethënë. Edhe njeriu mund ta gjejë vetin, nuk është thonë që bash gjithçka, mund të gjesh vetin edhe me një punë shumë thjeshtë. Pra që kosta njëru punon me nërshmeni, me djersën tonë, mund jetash. Tanë me thanë nuk duhet me punu 24 orë si e mendojnë Amerikën, të Europë. Ata janë ndoshta legjendë, se në urbane nuk e di se ka kënë marrët mendim, edhe shpesherë një, unë atje këshojnë në Europë. Na gjikojnë atë. Buke punë, thujnë, zmajnë tjetër. Në fakt, zakonisht na gjikojnë ata që nuk kanë kur në Amerikë, nuk e kanë pa kur jetën, se si ashtu e kanë thjesht me negiume, por s'ka gjë. Jena mësu. Amerika është e madhe, e bukur, e pastër. Ndërsa me theksu diçka tjetër, në bashkëbisedimin që bana me Gjezhi, me Gjezh Lacukën, Gjezhi vjen nga një familje e përsekutume. Pra, kur a kënë Gjezhi në Shkodër, a kënë djali i ri, nuk ka pas mundësi të njeko as studimet, as shkojnë në Shkodë nalt, as në Shkodë mesme, nuk i kanë lanë. Pra, andra e ti, a kënë muaratis me ikë, që jo vetëm që t'jetë një jetë më të mirë, t'jetë një liri, po të vazhdojnë studimet, edhe fajtë e ka ba që ka në Florida, edhe shkollën e naltë, sa ka dhe një punë shumë mirë, që e gëzën falë studimeve ti, por Gjegji ka dhe një pasion tjetër, ka pasion letërsin. Edhe mund pëlqej në fakt bashkëbisedimit që ba me Barger, sepse edhe ata autorët tujtë preferum, ishin edhe autorët e mitë preferum. Nështë nga që na përkashoma nga një dhe zonë, nuk e di pëse. Jo, pa ta, i kanë bandë në vedit, këta autorët. Po, i kanë bandë në vedit. Besoj se gjithë kush. Gjegji ka botu, i ka 3 libra të botum, 2 ka në Amazon, njënë prej librave të parë, titullohet Heshtja, kurse e dyta është si ishte? Ja, Hija, bajbe ishte i pare, apo? Pora ishte Hija, pora ishte Hija. Edhe këmbanët e Këmbanët e Heshtëna është libri i dytë. Po pa të nërprej, ty desha me thonë, që a keni të përbashtë edhe që kisha knetësi edhe u largova pa Marak, sepse gjetë vedin ti e Marku, aqë shumë se edhe Marku shkruan poezi, edhe libri pari jote ishte poezie, po negjosha se si ja përfunoshit fjalit një tjetrit, je po kja poezi, Marku poezin tjetër, po i recitoshit, edhe ishte knetësi, une që ju si asha këta të ju një ju të dyve. Arsio pëse une e tilsova këtu gjërë që je një shkrimtar, se një njëri që shkruan libra i ka të botuar për mua shkrimtar. Mandena pëlqimi dhe dëshira e njerëzve se kemi lexu edhe kemi studiu është në dorën e lexuesit. Por Gjergj kam qejf që me qena këtu na nepesh pak përmbajtjen e 2 librave tuaj që i kene Amazon. Dhe si e kanë titullin? Po, faleminderit për pyetjen. Libri i parë titullohet Hija, është një libër që i kushtohet një poetit mbarë, që ndodhi në vitet 88-89 në Shqipëni. Mbrenda atij libri, domthonë, zgjan kujtesën, ose është një paralemrim për kujtesën e një kombi, që për mos me harru, sepse Hija, fatkeqësisht një ditë kthehet prapë në formë tjetër, në formën e literaturë të re, në të se përpara në diktatura në deteroj, që ato të vriste kuptimin në fjales, ose të burgoste, sot dëmon diktatura re ka vra nërgjetin e një kombi. Dhe kur njeri u harran dëmon historit për sëritën. Dhe kjo është një paralemrim që mos të rrëm kur dëmon të kalumen tonë. Ashtu është. Libri i dytë? Libri i dytë në fakt është një temë krejt ndryshe që të kambana Heshtën, ai kushtohet një kleriku të pushkatu nga regjimi në vitin 1974, ai që Dom Mikel Gjergji, ose Dom Mikel Beltoja, që njihet si emër, dhe është një ndër 38 martirët e kishës katolike. Edhe kjo është një omazh që i bëhet një figure, një kleriku që asgjë tjetër nuk bani, krimi i tij më i madh ishte se i shërbeu atleut dhe i shërbeu njerëzve të tij, edhe Zotit.
por ai është një njeri që sot ka mbet pa varr, nuk dihet se ku ndodhen eshtet e tij, por kam bën aty edhe se heshtën atëherë, sot ku bën më shumë se kur ku bën në zemrat e njerëzve, atyre që sa harruan asnjëherë. Unë përgëzoj herë që ki marrë historinë e tij, e ke lënë gjurmë në librin tanë, dhe uroj që shumë njerëz ta kenë atë libër, sepse si e tha aty Gjergj, një popull po nuk pati memorie, hub identitetin e vet. Ky frymëzimi për me shkru, a e kishit linën apo lini pak më vonë? A ka një pasion qysh domthon femininë e hershme, e dëshira me lexu libra sa më shumë. Edhe kështu fillova dal gadal, mundu më ndërtuaj bibliotekë të vogël temën. Në treg, më gjithmonë ato tregimet e para që kanë filluar me lexu, se që bëma edhe bisedë me Markon, një ndër tregimet që më kanë met gjithmonë në krye më kanë fëmijë. Ndoshta 2-13 vjeç, ka një histori që ndodh në Korsika. Ai libri quhet Matteo Falcone, është një familje shumë e njoftun në atë ishullin e Korsikës, dhe me traditat e tyre janë pothuajse sikur traditat tona të kanunit ose të malësisë, ku me gjitha është meri ose fjala Allahut ose besa. Dhe aty ndodh një mosmarrëveshje, një aratisun mshehet përpara shtëpisë e tij Matteo Falcones. Mirë po të në shtëpi është dhe një djalë i vogël, një 13 vjeç, djali Matteo Falcones, me emrin Fortunato. Dhe çanol masi ai tregon se ku mshej aratisun, nga se i likën prej burgut, xhandarët e marrin në hasin teatrin e tij të u kthy në shtëpi, dhe i thot, faleminderit që të në teatrit që në sa djalit tanë arritëm me arrestu këtë aratisunin. Dhe aty Matteo Falcone prahet, si ka mund që djali jeme ka prej në bes këtë njeri që ashtë të mshet e shtëpia tij, dhe është një histori prapë Matteja shumë e llimshme faktikisht, sa shaj nga ajo nderi, nga ajo karakteri i tij i rand, arrin me ra djalin e vet, domethënë këtë Fortunatën 13 vjeç që jati Matteo Falcone, sepse na ki prish domethënë edhe nderin ose besën ose fjalën ose virtytin e familjes. Aty atëherë më mlinë ideja të në historive. Këta historit, po. Prandaj na shkruajnë, se këta histori nuk ndodhin shpesh. Këtë desha me thana, përsëriten këta gjona në ditë të sodit, a besa nga late kjo, besa dhe gjithë shka tjetër që përmene? Ditë të sodit, domethënë, jo, ajo që mbate përshtypje ishte domethënë historia në Korsikë, si ka mundësi si pollujse barabartë me historinë në një vend të vogël. Në Shqipëri për shembull, ne po flasim për shqiptarët, a mendon që vazhdon me ekzistu aq fort tradita, besa, gjithçka që na kanë krenar dikur për këta gjona? Sot nuk është ma sigur a kanë dikur, domethënë, besoj se pak është dobësu fatkeqësisht, Çfarë na ndryshon ne shqiptarëve? Çfarë na ndryshon? Çfarë na ndryshoi që nuk jena më besoj se ka të bëjë shumë një ndër arsyet kryesore është edhe emancipimi ndoshta i shoqërisë shqiptare, një shoqëri që harron ose një shoqëri ku shteti vetë domethënë nuk interesohet për ngritjen e nivelit arsimor. Po të tregoj për shembull një fakt sot, se kur e kam dëgjuar nëpërmjet emisioneve, në historinë shqiptare në shkollën mësesme mësohen vetëm 4 faqe për historinë e komunizmit. Kjo bëhet në qëllim, pse? Si pra zëri mos ta dinë çfarë ka në sistem. Edhe në këtë mënyrë ata nuk janë me kontroll, domethënë, edhe masat edhe popullin. Edhe kështu humbet edhe energjetia, humbet edhe besa, humbet edhe karakteri, humbet çdo gjë. Ashtu, nuk kam qenë edhe pak atë lidhësia, më na kalojmë në një temë tjetër. Cilët janë autorët tuaj të preferuar? Ose ata që ke lexuar në fillim ose që të kanë mbet më tepër në memorien tënde? Ta i kena lexuar në mënyrë autodidakte, ndoshta edhe më vonë, sepse sa ato na kanë ndaluar domethënë gjatë periudhës së diktaturës, na kanë ndaluar se det fishta, det Ernest Koliçi, me thënë to, që janë që disident si Martin Camaj e tjerë, na kanë tonë ndaluar, por do veçoja patjetër, nëse do të marrim një shkrimtar që e ka skalit domethënë atë memorin ose shpirtin e shqiptarit me të gjithë fishta. Si në nëmjet lahus malësis, por në nëmjet poezive të tjera. Kena një rresht fishtë që për zemër? Është ajo poezia që i kushtohet atë dhellët, domethënë.
Po, është parazit më të bukura. Mua kanë almu fishten, është. Nështë e strofa fundin nuk të alam kujtohet, si thot, për sa të mundën me liziru, e sa të gjallë me frymun jam, kur Shqipnis kam me të haru, edhe në varë me të përmen kam. Shumë, është. Fjallë kum të plote. Fjallë hynore, këta se me kanë lutje. Është për ta manë që kushtat atë vlevët. Është gjemim, dhe më dhanë që edhe sot në ditët e sotme, është një thirrje që i bahet dhe dashnis për atë dhevën, dashnis për vendin, dashnis për tokën, kudo që janë emigrantat. Është një mesazh që duhet me e mojnë në qafë. Është pak e dhimbshme që duhet me kenë lërk për me dashur vendin tonë. Se ka një ata që janë aty, që jetojnë aty, nuk e kanë njëjtën ndoshta dashni si e kena na që jena lërk. Nuk e di si çdo gjë tjetër që ja din vlerën gjanave më shumë kur nuk i ke. Kur nuk i ke, është e vërtet, kur je larg më në çdo gjë. Sot konat kanë ndryshu, kur na ikna atëherë normale se ishte shumë e vështirë edhe komunikimi me njerëzit tuaj, me familjarët, me çdo. Sot bota është bërë shumë më afër, por e që thu ti Gjon është e vërtet se njerëzit do të napin sa më shumë dashni për vendin e vet në radhë parë, sepse do të dash vendin e vet, ndërtojnë një shoqëri më të mirë, një të ardhme më të mirë. Se edhe pse për shumë njerëz në Shqipëni nuk është vendi ndoshta i mundësive të mëdha, por nuk ka faj vendi. Vendin duhet me e dash gjithsesi, se janë njerëzit që e bajnë vendin. Unë isha kurioze me ditë me shku mrapa në kohë, si e morën vesh familja që ti i gjallë, që ti i mirë, se më mërmendja e ka një moment shumë nërmod veçantit e jetës tane, për me diftu familjes që ti i mirë. Po, kur dulme në Jugoslavina asaj kohë, tash është Mali Zi, Republikë Mbedi, por ato ishin do procedura shtetit, si çdo njeri që ka lënë kufenin në Jugoslavi, ishte një rregull që dënum, rreth 30 ditë, por nuk ishte maksimumi. Dhe na çunë afër Podgoricë, një vend që quhet Spuzh. Aty mbrana ishte një shqiptar, që ishte dënum, ai delte në pak desh në atë kohë. Dhe ja dhash një letër atij, dhe ai u tregu vërtet me bese. Uman, po, njëri tamam. Dhe ai qëtë zeft sama në të kohë, ka 35 vjetë, por ai kishte postu letrën, dhe nërmëmet saj, familja, me kishte marrë vesh se jam mirë. Tash me thuj fije se na përqatë trupin me tonë këta historina që janë të tanë të vërtetat, edhe sa bukur në fakt për me ja kujtu tanë shqiptarve, brezi tri se brezi joni din në një mënyra një tjetër, ose ata që janë më të mëllaj se na e din se që kanë hek, dhe më thonë brezi mas tyne, por brezi ria është bukur me ditë se sa sakrifica janë ba për me arrit në këtë pikë. Por me qenë se artin edhe letërsin e ke në zemër e në shpirt, tash pas na kala rrallën veç me 2 vargje në diftar dhe në i poezi tjetër. Që të dush? Po ka herë në kujtar në të parë. E është edhe emocioni i momentit. Po, është... Një poezi interesant është ajo, ata ka përshtat në mjeda në Shqip, faktikisht, po që të Vlav Vrasi, po e ka përshtat nga italishte, një shkrimtar italian, që Giuseppe Caparozza, i shekullit 18, e ka dekë në vitin 1848. Bravo për memoria. Marko e dinte, dhe me njës një mark për para, në për ta që shënë të nata. Atë natë, atë natë që kam kalu kufenin, ishte i pylli, atë që denon, që më ranër men në vargjët e kësaj poezie, që në pyll s'kishte kalu asë kërkush, ta më nuk ishte ra kur s'pate në pyll. Ishte 50 vjetë në është që s'kishte kalu asë njëri atë. Dhe më kujtu në vargjët e ti që në për tërë cilë shënë të nata. Në për tërë cilë shënë të nata, nga kuteshat Kalibaq, në një pyllë, kur sëra kur s'pata, niste rrugë një djallëq. Më nej vazhdojnë lanë të pyllit, si uq, i dokshin, që për urijet në maluran, cuba të rebë në kachub që strukshin, gjeth dhe lisave i kujtan. Në është historie një... Bile Gjezhon e kam shku një poezi, e kam dikon, e jam inspiru, kam pas qef këtë poezinë në mjes, dhe prej kësaj, një djallë në Shkodër, që do të kishtë një plumi. Pëse se kam në historinë e ti. Kam pas shok shkollet, shkretin, plum,
është ramë të shmatësishor. 9 vit që ke i këti, i aratisti, e kanë vëra plumin, edhe e kanë punë në për Shkodër, edhe ne kanë përshkruaj poezi, sepse prej men kanë me shumë djem shkodran në për kufit e Shqipnis, janë vëra fatkeqësisht prej dorës shqiptarit, edhe nanat e tyne, shumica tyne se kanë pas trupin. Se kanë vorros aty ku sot nuk dihet. Është si një linje plagë hapun në la. Si e theti, na kena shumë emigrantë në Amerikë që kanë ardhë, ashtu si aratisti, edhe ka shumë për tyne që disa kanë kalu e disa kanë me të vramë. Pra është një, si me tha një jo vetëm tragedi, një njollë zezë e shqiptarëve të ati sistemit komunist që ka vra me dorën e vetë vllazën e vetë. Aja poezia që të ti në mjetë, është paka shumë e bukur, po i përshtatet tyne Ersinës, titulli Vllavrasësi, është shumë prekse. E kena thënë është edhe herë tjera, në fakt, në disa emisione se kena marrët me thënë ka i shprehje, në përgjithësi Gjoana për çdo emision, fund të emisionit do të një shprehje, sepse nuk ka rëndësi sa të vjetra janë shprehjet, ose sa vjetër është poezia, se ti the në 1800 se jam e mirë me numra, veç numrat mos ndifta, edhe e gjen vetveten ti në një natë të errët jetës tënde, mi kujtu ato vargje në vitet 1990, dhe më thonë, imagjinoje, flasim 100 vjet, 150 vjet, ata fjalë kanë një aq vlerë. Edhe sot, në 2025, na përqethet trupi për të njëjtat fjalë që janë shkru 200 vjet më parë. Është fuqia e lapsit në fakt, kush e ka pendhen e mirë, fjalët e tyne nuk vdesin kurr. E vërtet. Është fakt. Është fakti sa i bukur, po edhe sa i hidhun kur të duhet mi përdor, domethënë në të errta si ki pas në jetën, në ata momente që i kalu gjithë secili në pjesë të jetës ti ka si të bukra ka dhe të errta, e kena baj fije kështu shumë si dram deri tesh, por na difta dhe ne i gjatë bukur tesh. A kena i poezi tanën që mund të dish për mensh, ose mund të kesh që mund është me lexu, që ke qef me lexu, ose do të ishin për mensh. Kena help shumë në përrejtë sociale. S'ka problem, gjaj. Ka i herë i thamë edhe Marko, se Marko i lexon da prej poezive të veta, se kur shkru njërë, jo, unë nuk shkruj, po kur shkruan ma mërmendja nuk arsi mësën për mensh poezi tuja, ose shkrime tuja. Kështu që besaj që nuk ka gjatë keqe, edhe me lexut, pak të një fragment, a diçka për atyne që ki shkru vetë. Dirësa gjegje për gjenë poezi, unë dirësa me thanë që kjo është Oda Podcast, njerëzit që janë sukseshëm, nuk janë vetëm njerëzit biznesmena, po janë në të gjitha fushat, janë pjesë e shoqënisë shqiptare, që kanë ardhur këtu në Amerikë dhe me mund, me djerës dhe me sakrificë, kanë arrit jo vetëm me ndërtu familje tyne të shnoshta, por me pas edhe një ekonomi stabil, që me pas një jetë më të mirë të jetu në vendin, në demokracinë më të madhe në botë. Suksesi është basat e kena konceptin e gabum për suksesin, na them se mos për shqiptarët, e krahasoj me lekun. I suksesshëm me aq lek sa ke. Por në fakt ka shumë njerëz suksesshëm ka ana e lekut që nuk kanë lënë as edhe një gjurmë tjetër në këtë botë, edhe në këtë jetë, përveç se llogarisë bankës që kanë për veti, sepse e kanë për veti. Kështu që është shumë kënaqësi me pas njerëz këtu që lajnë gjurmë në mënyra të ndryshme, që ata gjurmë janë si tradit ose si një gjë shumë e shmushme për brezat e arshëm.
Gjeshin duke dhe ka gjetë. Ka gjetë poezin të shpo. Fa shof, është në rrjetet sociale, po hajtë me që... Po jo, është në zi se ju të tonë që keti në rrjetet sociale, se të është në duhet me diftu dhe me falenderu të njëkësit tonë, që në njëkon në gjdo të sëp të botës, të Amerikës, të Evropës, të Afrikës, të Azisë, se ku si kena me thonë drejten, edhe i falenderojmë për tonë zemret, për tonë dashnin që na falin, për tonë supportin që na japin, edhe që nuk lodhen kur, edhe i thojmë se edhe na tonë zemrat e ty ne i mojmë të kja dhoma. Të shpër ju, Gjergji ka me në recituj poeziti. Edhe para se të harrojmë, mundeni për me ba follow në Facebook, Gjergjin, Gjergj dhe Elizabeta Lacuko, në që ose doni për me lexu poezi ose shkrime tjera Gjergjit. Tashmë që... Kena vunë në spat kur i thojnë. Nuk ka kur që... Fajnë mund, ka vunë spat manjolla. Manjolla në fakt i thashon, por nuk besoj se ka gjatë që njëri me lexu ata krijimet e veta, ku ka më bukur. Kjo është një poezi që i kushtohet aty në që janë manë parëve tonë, zakonisht që shkojmë në ina largë, po nga njerë shkojmë të veni të në doan për t'i vizitu bomët të të në, për t'i kujtu. Dhe poezia të dëllat është një vend i përjetëshëm. Fillon këtë njërë, mijat kodër, kurin heshtja, në dritë të zbet të mramjes, ndjej frymin e të parve, si mejes në nërbarë, nërpisha. Aty koha secë, veç ri, si një dorë e vjetër që më prek supin në më thëtë, mos mi hara ranjët birë. E unë këthehem, sa her botëm lollë, sa jo kodër është ma shumë se tokë, është tempulli i gjakut tim. Unë përballohem kollaj me të drejten, por ishte me të vërtet poezi e bukur, sepse kur ta njerëzit që shkojmë, se edhe unë kur sa herë nuk shkoj shpesh, por atëherë kur shkoj vizitën e parë që e bëjmë kur shkojmë Shkodër, janë fatkeqësisht janë të vorrët për me pa të partë, për mi kujtu, do më thonë, dhe është unë për vedi e gjeta veten, po jam e sigur se si unë, ka shumë të tjerë, edhe i krahasimi i bukur që kur na loll jeta edhe kjo botë, ke qef mi kja hallet dhe me shku një vend ku nështë nuk, dhe më thonë, sa shtë aty, po prapë din që të më i predikon. është tempo i gjakut. Në poezi për dashnia, ki shku, apo se unë e ka një ty se jam martu, nuk shkuj ma poezi për dashnia, se s'ban. Apo e lojnë asë, nuk ka një jeri që nuk i ka shku, e që shku nuk i shku në dashnis, sepse dashnia është shumë lojshme, edhe është gjaja ma shenjë, se të është dashnis mundër se shqyqysh Zotit e ka grun me dashnije, me të tana, kështu që i shkrun grus. Dashnia nuk është me shjole keqe. Së mundë shme. Gjergji s'pani me gru. Që ka shku dashnis, parë se një shku. Ja, po pa thamë, në më thamë, kështu që nësë është gjaja keqe me pas poezi dashnijet. Ashtu. Gjaja ma kryesore është që përveç poezive që nështë e ki shkru për dashnin, ti e rrëthum me atë dashnin e vërtet, familjes tane, dhe ma mërmeni aja është suksesi vërtet, që ti ki pas këtu në Amerikë, dhe përveç aty në tanë andrave tjera që ti janë bara letet, ma mërmeni a kja ka kënë gjaja ma qmushme dhe ma bukur që ti ki realizu këtu, sepse ki kriju një familje të shnetshme, një familje të bukur, që ja ka vlejt çdo sakrifis tjetër që ki ban jetë. Atë këna i fije në Shqipni, se në gjithmonë kujtimet më të bukur të jetës time kam në Shqipni, pavarësisht se këtu kam gjëra të mrekullueshme, enjoy të mrekullueshme, po ata kujtimet me nostalgji i kam në Shqipni. Kena kujtim bukur prej fëminisë tonë atje, që mund të më na punë e gjanë, një kujtim bukur që sot nështë nuk ekziston, por në atë kohë ka ekzistu në gjanë. Feminia jonë dhe si ka kënë pak a shumë mësi. Jo, nga në ekonomika këna Tani se kena kënë. Mëna këna ja, si thonë ja, kena gjetët, mëna si thonë, është e shpeja francese joie de vivre, mëna në sinë e jetës, në mërmjet gjana kretë fjeshta. Në është ta njën ki dalë diku
A një neshje thjesht futbollit me shok, të rita, po se ki da nështë dhe i ka shatë buk me ta. Dikush ka pas një të so, Këraleve ka pas çdo gjë, po njerëzit kanë shumë afër, s'kena pas, domethënë, gjanat mana për me da, po kena da fjalën ose një buzëqeshje ose një prekledhje. Ashtu. Ose një gjë krejt thjesht, domethënë, kena një të ndoshta ke bëj bisedë pa kur zëm me orë, ndoshta si pas asaj përpara vetëm fjala ose ai domethënë jeta kanë feminora kanë pak më gjallë nga që njerëzit kanë tan afër, tan bashkë. Kanë një fije më. Ai rrethi jonë është kanë 2 kilometra, 5 kilometra, 10 kilometra. Marko e përdor shpesh këtë shprehjen që thot barku bosh edhe zemra plot. Një ashtu ka kanë dikur. Tesh kanë ndryshu gjëra. Dhe na knaç me pak ndoshta. Ku më që kur kena kanë fëmijë brezi jon, kena pas më komunikim njëri me tjetrin. Prandaj kena edhe më shumë kujtime ndoshta na se brezi i sotëm komunikimin e kanë nëpërmjet rrjeteve sociale dhe nuk kanë më komunikim fizik. Dhe kjo është një diçka që kami i vra në të ardhmen, se s'kanë pas shumë kujtime fëmijë, kanë pas kujtime vetëm fotografia dhe Facebookut. Humbet ta mënyra e komunikimit fjalës, domethënë ndoshta edhe shkrimit asaj penografisë nga pas. Sa nuk çon më kush as një letër. A mëndon gjërë si shqiptarët lexojnë libra apo unë personalisht mendoj që nuk lexojnë më libra si përpara, edhe përpara se të përgjigjesh, derisa më thanë me qenat e libri, kur më kanë Shqipëri herë në fundit, më thanë drejtën, më ka shumë keq se i shifsha librat e shkrimtarëve të mëdhenj, të ushit në trotuar, të ushit nëpër tokë, të i ka pluni këpucve, pra që për mendimin tim ata janë një vlerë kombëtare, por kafet plot, librit bosh. Mendon ti se shqiptarët nuk dojnë me lexu apo cila është arsyeja? Është pyetje shumë dimensionale deshta ta thoja, por nuk e di, domethënë ndoshta mundi bam se një thirrje rinisë të kthehet ka libri sepse nuk hum azan. Pakti nuk hum azan, mund të mësosh diçka, po me hum nuk hum kurr. Sepse libri është komunikim, mëson gjithçka, të hap një botë krejt ndryshe. Kulturë. Edhe mëson në mënyra të ndryshme, edhe të shprehunit, edhe të folnit. Pra vjen një fije dakord me mua që shqiptarët nuk janë të lexuar. Nuk kam pa, nuk besoj se shoh shumë pak edhe nëse shef shumë. Nuk janë të lexuar se shqiptarët sa dinë gjithçka. Nuk i duhet me ditë më shumë. Po në vende të tjera, bën orë për shkakun, në Itali ose vedaj, ki pa njerëzit një tren ose diku të lexuar diçka në libër, po në Shqipëri është fenomen i rrallë ndoshta. Po është edhe që mendoj është një fenomen tjetër të libri, se gjëja më mirë është me shkruar, pavarësisht çfarë niveli ke në pendën tënde, e mirë është me shkruar. Se kur shkruaj një frymëzim, një vjazh, një poezi, një tregim, një fabull, një diçka, ka vlerë. Edhe ndoshta nuk është në nivel artistik nal, po prap një farë vlerë ka. Diçka autentike ndoshta. Mendoj që ka herë ndoshta njerëzit mendojnë se janë balla si puna e muzikës, se që janë balla këngëtar shumë, janë balla poet shumë. Edhe njerëzit dinë më zgjallë poetin e mirë edhe këngëtarin e mirë. Ndoshta ajo ka që janë të butu shumë libra, shumë shkrimtar. Po prap mendoj që muzika edhe libri çfarë do lloj nivelit me kanë, vetëm se e ushqen njërin me kulturë, me art dhe e vën në një rrugë më të mirë se sa më marr me diçka tjetër. Po, vërtet. Na kena përmendur përpara se the muzika, kena thënë për muzikën që ka muzikë mirëfillt edhe muzikë që thojmë po bëjmë zhurmë. Njëjtën gjë më mendja është edhe për poezinë ose për librin, ata që shkruajnë libra, se tash jetojmë në botën e internetit. Edhe shumë njerëz mendojmë se mundën me i bë tana. Po tana nuk mund t'i bëjmë. Jo gjithkush mundet me kanë shkrimtar, jo gjithkush mundet me kënu, jo gjithkush ka herë duhet njeriu me pranu dhe realitetin se nuk mund t'i bëjmë tana. Edhe kjo është bukuria që njerëzit janë të ndryshëm. Kështu që edhe me shkrimet, sikur në për ato emisionet në Shqipëri, që i shoh ka shumë analista në çdo emision, ka më shumë analista se sa njerëz thjesht Shqipëria sot. Njëjtën gjë, tanë janë bë këngëtar, tanë janë bë shkrimtar. Kështu që edhe ajo më merr mendja ka
një dallim. Shumë, po, është masë e vërtetë e që thu, përsa i përket të në fushave, si muzikë, si libri, të mënë, janë ba ma shumë shkrimtarë dhe sa letëzus, po thu i se. E thamë në fillim që ju jetoni në Florida, në qytetin e Jacksonville. Jacksonville, për ju që nuk e dini, që jetoni jashtë Amerikët, është një qytet që ka shumë shqiptarë. Si janë shqiptarët në Jacksonville? A janë, si me thanë, të bashkum, një komunitet i bashkum që shkoni në festa, në shpjegoj fije për njekësit që i kena në Evropë? Komuniteti shqiptarë në Jacksonville faktikisht ka fillu në vitet 90. Nuk ka pas shqiptarë të vjetër atë. Partë janë kënë dhe që kënë arëll, brendësit tonë që në ratis në 90, një kësta vite janë kënë shqiptarë të partë që kënë arëll. Por tash janë shtu shumë, thamë se mund jenë 15.000 shqiptarë në Jacksonville. Dhe më ledhen e kështu festoni festat kombëtare, festat shqiptare, festën e flamurit, festën e natën vitit të ri. Po, ta janë normale, dhe më hanë, edhe presim sepse të i kënë largë vendit njëri me tjetën. Ka nevoj, dhe më hanë, më mledhë. Përveç festave, është edhe komuniteti ngusht, edhe me gjana tjera, kur për shembull komuniteti shqiptar atje ka nevoj për diçka se për medale me ba qefi në atë vetëmit, por puna është me ndihmu, a janë të bashkum? Se për shembull na përmendim po në Michiganin ose New York janë ndoshta edhe më shumë shqiptar, për atë ndoshta janë edhe më si të lillën, por është një temë, një pyetje masë e bukur dhe e vërtetë kjo që thotin, sepse nuk janë në nivelin e Michiganit, është masë e vërtetë se nuk janë në nivelin e as të New Yorkut, domthon. Ala nuk është ba, domthon, tamam një komunitet, domthon, që ka cengën e vet kulturore ose kishën e vet. Ose kisha dhe ishte këndja kryesore që i mlau njerëzit, sikur të ketë një kishë shqiptare, por kjo mungon, fatkesisht, mungon edhe një qenër kulturore shqiptare. U bane vite, se është 35 vjet atje, por... Pavarësisht se nuk janë ata qenër kulturore, mendoj që shqiptarët janë me tjetën kanë komunikimin, në për dasma, në për fejesa, në për fatkesina, fatkesisht ka herë, sepse shqiptarë kuta që janë, edhe pse janë një numër i vogël, mundohen mi kalu gjanat të mija dhe të qijet mi kalu bashkë. Po, kjo prap ekziston, ose sepse rast të fatkeqësijet gjenden shumë afër një tjetrit. Dhe si që gjana për festa, ta presin vitin e ri, ose festat e të nëndore, festën e pavarësisë, ta janë gjaret kryesore. Gjergj, a ke qef me i thanë nofta e një shqiptare në Amerikë, në emigracion, ose edhe në Shqipni, një mesazh për jetën, një mesazh për letërsin, apo një mesazh që dëshon ti m'ia thanë? Mesazhet. Ka shumë mesazhe, besoj se shumë vetë ndoshta edhe i kanë thënë, por e vetmja gjë që është kryesore se mos për rinin shqiptare, mos e shitni domethënë vetin tuaj, mos e shitni lirin tuaj, mos e shitni janë që keni më të shtrenjtë, botën tuj. Se po shite lirin kishit gjithçka. Është. Ky mesazh shumë i bukur. Fatkeqësisht, si çdo emisionit jena drejt fundit, dhe të falenderojmë edhe herë prej zemrit për rrugën që more, edhe për kohën, edhe për fjalët e mira, të ëmbla, dashnin, si familje që i keni dhënë Odës Podcast. Inshallah o Zot, kemi në ardhë prep, kena mu pa prep, dhe inshallah suportojmë sa më shumë një tjetrin, edhe shifena vetëm dhe më thanë në këshu gjana të shpërndajmë këtë mesazhin e mirë kudo në përbot. Edhe prej nesh, nuk e di dhe më thanë që kam plan Marku me Gjoanën, por prej mejet, edhe ne mental në grupit, të falenderim shumë që ishe pjesë e Odës Podcast. Kjo së më lejon edhe njëherë, deshtëm që falenderum edhe për ftesën, por edhe punën që bani, edhe shembullin që jepni, për mbrojtjen e kulturës shqiptare, traditave, edhe për hapësinin që jepni çdo kujt, edhe një përshëndetje për tanë, për ju në veçanti,
edhe për kameramanin që ban punën atë kryesore. Elvisin e për tanë kene. shqiptarët këdo që janë i urojnë suksese, shnetë dhe marsi. Amen, se jena dhe në drejtë fundit vitit, festave që po ishte një mesazh i bukur tanë shqiptarëve kudo në përbot, i urojmë një vit të marë vitin e ardhshëm që tjetë maj pasën në të tëna drejtimet shpirtnore, financiare, familjare. Edhe një pyetje të fundit që ja bëjmë gati tanëve, si u nive këtu me ne? Kjo është kryesorja në fakt. Është kryesore, po është edhe si duket sikur të vën pak në pozitë, po nuk Jo, të në jem të amën si me kanë shviteme, sepse alle vet emni Oda, alle biseda lirë, alle mënyra se si juve. Sepse kjo është qëllimi jonë. Rrini në mund të realizoni, alle programin është shumë e këndshme. Faleminderit. Dashur shikues, ka që ishte minutazhi jonë për sot. Na i urojmë Gjergj Lacukut jetë lumtun, suksese ty, familjes tonë, fëmijëve tuaj. Edhe një herë se e kena thënë të ota podcast do të bëjmë shembuj të ndryshëm, histori të ndryshme, histori emigrantash, sepse janë histori tona shqiptare, cilat duhet me lënë gjurmë edhe mi përmend herë mas herë. Përshëndetje gjithëve dhe mirupafshim në episodin tjetër. Mirupafshim. Mirupafshim.